Mos ha më jashtë shtëpisë, po u paguan për helm e për çmim. Njerëzit janë mësuar të hanë jashtë sikur është diçka normale, pizzeri, fast food, sufllaqe, restorante, byrek rrugësh. Duket si rehati, por është vetvrasje me këste të vogla. Nuk po ushqehesh, po helmon veten çdo ditë. Mishi, i ngrirë me muaj, i mbushur me hormone dhe antibiotik. Nuk dihet prej nga vjen, s'ka as gjurmueshmëri. Djathi, salcat, ketchup, majoneza, plot me konservues, ngjyrues, aromatizues dhe yndyra bimore të dëmshme për zemrën. Perimet, të palara mirë me pesticide të futura në kuti plastike që qëndrojnë me ditë pa freski. Pjekja, në të njëjtin vaj të përdorur për ditë, i djegur, i mbushur me toksina kancerogjene. Pijet, plot sheqer, gazra që shkatërrojnë stomakun dhe acid që përçojnë çrregullime të tretjes. Ambientet, higjiena është turp. Tavolina me mikrobe, kuzhina që nuk kontrollohen, duar që prekin para dhe ushqim pa lar, frigorifer të papastër dhe erë myku. Tretja, të mbushet barku me ushqim artificial që nuk tretet, që fermentohet brenda trupit dhe shkakton gazra, probleme me zorët, refluks, inflamacion dhe lodhje. Dhe pastaj thua, një vakt është. Po kur bëhen 4 në javë? Po kur bëhen 200 në vit? Kanceri, diabeti, tensioni, obeziteti, sëmundjet e zorëve, çrregullimet e tretjes, infeksionet bakteriale, të gjitha lidhen me këtë mënyrë jetese. Trupi yt nuk është kazan plehrash. Mos ha çfarë nuk e ha as qeni. Mos u bëj viktime shijes që zgjat 10 minuta dhe dëmit që zgjat një jetë. Zgjohu. Gatuaj në shtëpi. Pastërti, kontroll, përbërës të zgjedhur. Kujdesu për trupin tënd, se askush tjetër s'do ta bëj për ty.